Kosova, Kolumbia e Re. Krimi, droga. Lëndët narkotike sot po I gjejmë gjithandej, në shkolla, në rrugë dhe në vendet më të qarkulluara. E nëse rrugat të çojnë në mbi dhe në kalime, situata shihet qartë, shiringa gjithandej dhe qese të narkotikeve. Kosova po kthehet në epicentrin e narkotikeve në një Kolumbi të re të Ballkanit. Mbi 1300 kg drogë janë konfiskuar vetëm gjatë vitit 2025. Kampioni I listës është marijuana me 1300 kg të konfiskuar. E dyta në listë është kokaina me 24 kg të konfiskuar. E shumë gram të ndryshëm të narkotikeve. Në Prishtinë, 1 gram marijuan shkon nga 12 deri në 15 euro. Shumica e fëmijëve I kanë këto para çdo ditë në dorë, e ndoshta edhe më shumë. Kjo ja u mundson edhe më lehtë të konsumojnë lëndë narkotike dhe influenca që nuk je in nëse nuk e konsumon, po na rrezikon shumë. Për 1300 kg marijuan qarkullojnë miliona euro. E secili nga ne e njohim një dillar në mahallën tonë. Kush pin kokainë, kruhet dhe nxjerr. Që Kosova nuk është më vetëm një vend tranziti, por edhe një zonë prodhimi, e tregojnë shifrat e konfiskimit të bimeve të kanabisit, ku rezultatet vazhdojnë të jenë ëndë. Policia ka zbuluar dhe konfiskuar rreth 6600 bim kanabisi vetëm gjatë vitit 2025. Kulla, Lugu, Befasia janë disa nga operacionet kryesore që policia e Kosovës zhvilloi gjatë vitit 2025 kundër drogës. Nga 750 raste janë arrestuar 961 persona. Po pyetja mbetet, kush po fiton? Shteti apo droga? Për më shumë informacione, klikoni në kanalin ton Malto TV.